të pranuara përmes ndihmës juridike ndërkombëtare nga autoritetet e ligjzbatuese të Shtetit Bashkuar të Amerikës, raporti njoftues apo analizimin e të dhënave të pranuara nga Meta dhe Google që kanë të bëjnë me të dhënat elektronike të subjektit veçanti Dušan Maksimović, i përpiluar nga njësia e hetimeve, Drejtoria kundër terrorizmit në Prishtinë, ku ky raport është përpiluar pas realizimit të kërkesës për ndihmë juridike ndërkombëtare të datës 16/01/2024, e iniciuar nga Prokuroria Speciale, e cila shkresë është adresuar përmes Ministrisë së Drejtësisë tek autoritetet e drejtësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku përmes zyres ndërkombëtare për bashkëpunim juridik ndërkombëtar nga Departamenti i Drejtësisë, këto materiale të siguruara nga Google dhe Meta, janë dorëzuar autoriteteve të Republikës së Kosovës, cilat materiale në detaje janë analizuar nga hetimet përkatëse ose njësia hetimeve të Drejtorisë kundër terrorizmit, me rast është përpiluar dhe raporti të Drejtorisë kundër terrorizmit, me rast është përpiluar dhe raporti njoftues përkatës, ku përmes prokurorit të çështjes e adresojmë këtë çështje për shërtim dhe administrim të këtyre provave. Këto raporte Këto raporte përmbajnë të dhëna të natyres teknike dhe të dokumentuara të nxjerrura nga sistemet zyrtare të Google dhe Meta që lidhen me llogarinë elektronike tani të pandehurit Dušan Maksimović. Këto të dhëna përmbajnë të dhënat e abonentit, IP adresa e krijimit të llogarisë së tij, IP adresa për krijimin e llogarisë së tij me origjinë nga Republika e Serbisë. Krijimin e llogarisë së tij me origjinë nga Serbia, thashë? Po, nga Republika e Serbisë. Numri i telefonit për rikoperim me perfekt shtetëror të Serbisë, aktivizimi shërbimeve si location history që përmban të dhëna nga Google Maps, YouTube dhe Android, lista e kontakteve të ruajtura në llogaritë e tij, ku përfshihen persona të identifikuar në bazë të aktakuzës dhe të akuzuar në këtë proces gjyqësor, materiale fotografike të ruajtura nga Google Photos, ku shfaqen armë, municion, si dhe persona të tjerë të përfshirë në hetim, të dhëna mbi kërkime dhe navigim në territorin e Republikës së Kosovës përmes Google Maps, nga se analiza e kontakteve rezulton se ekzistenca e lidhjeve të drejt për drejta me persona të cilët janë subjekti i hetimit në këtë çështje penale, tregon ekzistencën e një rrjeti të komunikimit dhe ndërveprimit mes tyre. Gjithashtu, nderuar gjykat, nga analiza materialeve fotografike bazuar në këtë raport, nga analiza rezulton prania e fotografive ku shfaqen armë dhe municion, si dhe fotografi ku i dyshuari, këtë rast i akuzuari, paraqitet në shoqërinë e një rrjeti të komunikimit mes tyre, që përfshihen në këtë procedurë.